shqiptarët janë i vetmi kamp, shumicë absolute muslimane, që herojnë kombëtar i ka të krishterë. Skënderbeu, Gjergj Kastrioti edhe Nona Terezë. A kanë qenë të dytë të krishterë. Skënderbeu ka lind si ortodoks, është rritë si musliman, ka vdek si katolik. Do me thonë, përfaqësimi ma perfekt i identitetit shqiptar. Në Shën Tereza ka qenë e krishterë, po megjithatë është një figurë e cila na ka bërë njoftën në botë. Pasaporta e shqiptarëve në botë është ajo sot. Dhe tashti, të mos e harrojmë edhe një fakt, me qenë se jemi te NATO, ju kujtohet kur Bill Clinton thot Shën Tereza më ka lutë, ndihmoj popullit tim. Birë ndihmoj popullit tim, po. Ndihmoj popullit tim.